Shefi misionit Odir Lamberto Zanier nisi takimet me forcat politike për të dëgjuar shqetësimet e tyre në lidhje me procesin e 11 majit. Në përfundim të takimit në selinë e Partisë Lirisë, ambasadori Zanier deklaroi se misioni Odir do të takohet me të gjithë aktorët e rëndësishëm në këtë zgjedhje parlamentare. Ky është fillimi i një sër diskutimesh që ne do të zhvillojmë me të gjithë palët e përfshira, partitë politike, por edhe shoqërinë civile, faktorin ndërkombëtar si dhe institucionet e tjera. Pra puna jonë është të vëzhgojmë e në fund të raporti ynë dhe rekomandimet tona do të bazohen në gjithçka që ne shohim. Gjithashtu diskutimet që ne zhvillojmë na ndihmojnë të shohim fushat problematike. Shefi misionit Odir komentoi edhe rastin e Lirmetës, i cili nga burgu garon në zgjedhjet parlamentare, duke theksuar se ju takon autoriteteve shqiptare të vendosin për çështje të tilla. Është vërtet në dorën e institucioneve të këtij vendi të nxjerrin konkluzionet përfundimtare për këtë çështje. Ne qëndrojmë për shtetin ligjor dhe për zbatimin me transparencë të parimeve të shtetit ligjor. Misioni Odir nisi punën e tij në Shqipëri në datën 2 prill dhe përbohet nga 12 ekspertë të cilët do të shohin të gjithë procesin elektoral, nga 26 vëzhgues afatgjat dhe 300 vëzhgues afatshkurtër.